Nëse mendon se për të pasur qetësi duhet largohesh nga qyteti, mendoje sërish. Vetëm 6 kilometra nga qendra e Tiranës, në zonën e Lishenit të Farkës, ndodhet kompleksi rezidencial Laba. Një zonë ku ajri është më i pastër, pamjet më të gjëra dhe një peizazh me kodra të buta dhe gjelbërim. Në mes të kësaj natyre është ndërtuar një lagje e re dhe jap se po tërheq vëmendjen e të gjithëve. Terreni, 15.500 metra katror në një relief të pjerrët që nuk rafshohet, por ruhet ashtu siç është. Arsyeja, tjerësia krijon nivele natyrore që japin fushpamje më të gjerë dhe dritë të bollshme. E gjithë parcela lidhet lehtësisht me rrugën e Turdive. Brenda janë projektuar 58 vila të bashkëngjitura në 27 objekte, në tipologji dyshe dhe treshe. Janë të ndara në 2 kate banimi me mundësi për organizim deri në 5 doma gjumi, 1 kat për dheme, hyrje dhe vend parkim për 2 makina. Çdo vilë ka hapësira të bollshme, të lehta për të përshtatur, të ndriçuara dhe të ajrosura natyrshëm. Gjithsej 196 metër katror plus obor. Orientimi është drejt perëndimit, për të kapur çdo rrezë të diellit. Rrugët janë të menduara për çdo nivel, për automjete dhe këmbësor që lidhin çdo vilë. Rreth 70% e parcelës mbetet hapësirë e gjelbër, obore private dhe zona rekreative për të gjithë kompleksin. Kompleksi Aba, i ndodhur mes qytetit dhe natyrës, nuk është thjesht një vend për të banuar, është një stil jetese, ndryshe.